صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun e madhëruar të bareke ve teala, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanave të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite ata të cilët vinë pas ne deri në kiamet. Tani fillojnë me emrin e Allahut Azza wa Jall, me kapitullin e ilmit të dijes nga Imam Bukhariu, Allahu e pastër mëshiruar, ku do vazhdojmë inshallah taala të shpjegojmë të këtij muaji të bekuar hadithe nga ky kapitulli i dijes, Kitabul Ilm. Imam Bukhariu, Allahu pas mëshiruar, e fillon librin e tij të famshëm, madje më të famshmin pas librit të Allahut Azza wa Jall, më të njohurin, e fillon me Kitabul Wahyi, kapitullin e shpalljes, pastaj e pasën me Kitabul Iman, kapitullin e imanit, e pastaj e vazhdon me kapitullin e ilmit, ku tani jemi këtu, e pastaj me Kitabul Wudu, dhe fillon atje me abdestin, guslin, ran me radhë për çështjet e pastërtisë, derisa të futet tek namazi, dhe vazhdon kapitujt e tjerë. Kitabul Ilm, kapitulli i dijes, dhe e fillon me bab fadlil ilm, në kapitullin rëndësia e dijes, fadilet e dijes, fadlil ilm. E sek hadithin e Buhurejrës, an Abi Hurejrët radiyallahu anhu qal, بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال. Abu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot, teksa pejgamberi alayhi salatu wassalam po fliste njerëzve në një tubim, në një mezhles, e erdhi një beduin dhe i tha, meta sa, kur do të ndodh kiameti? فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض الناس، بعض القوم، سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e vazhdoi fjalimin e tij pa edhe në përgjigje. Disa njerëz me zvetë thanë, po bisedojnë me zveti. Pejgamberi dëgjoi pyetjen, por nuk i pëlqeu. E disa të tjerë thanë se nuk e dëgjoi fare. Hatta idha qada hadithahu qal, derisa përfundoi atë që pat me thonë, alayhi salatu wassalam, përfundoi fjalimin, pastaj tha, Ejnë sailu anë sa'a, ku mbeti ai pyetëse rreth kiametit. Po vazhdon dhe po pyet, ku mbeti ai i cili pyeti për kiamet. Ai beduini tha, qala ha ana ya Rasulullah, ja unë jam, o i dërguari Allahut, ai i cili pyeti për kiamet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Kur të humbë emaneti, kur humbet besnikëria për të kiametit. فقال
كيف ضاعتها أي ثابدوين السهم بالبسنكرية قال بيغمبر صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة kur punët që besohen, që lihen në dorë, atyre që nuk janë kompetent, nuk janë të denjë, thëmë të dhërësa, prit të kiametin. Këtë hadith e transmeton Buhariu për jo dhe Muslimi. Imam Buhariu, Allah e pas më shëruar, kapitull në ilmet të dijes dhe rëndësisë saj e fillon fakt me 2 ajete koranore. Por ne cekëm hadithin sepse para vetës e kemi librin e Tajridu Sarih le hadith el Jami Sahih le Zabidi, i cili i ka përmbledhur, në fakt i ka seleksionu hadith e Buhariut, shumë për ty në ka fshirë që kanë qenë të përsëritura dhe i ka lanë, i ka shkurtuar, bë shumë ulema bazohen në këto shkurtesa. Andaj edhe ne kemi marrë të përësipër, për bazë për të spjeguar, për ndryshe, Imam Buhariu në këtë nën kapitull, se zakonisht se edhe ajete, cekë edhe gjurëm të selefet të tjerë. E fillon kapitull në ilmi Buhariu me 2 hadithe. Me 2 ajete. Ajetën e parë të surës Al-Mujadila, Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum, Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Allahu i lartëson, i ngrit ata që kanë besuar, walladhina utul ilm, po edhe ata të cilët kanë dije, kanë dituri, darajat, në shkallë të larta. Ku në koment të këtij ajeti koranor, dhe në fakt ajeti kuptohet qarë për atë që kupton gjuhën arabe, se Allah e madhruar dënë me të regu me këtë ajet koranor për shkallë të larta që i ngrit njëherë këtë besimtartë. E pastaj ulemat në veçanti. E që në kupton për rëndësinë e dijes dhe për gradën e lartë, sevapin e madhë, shpërblimin e madhë, që e kanë ulemat, e këpa fletë për ilmë, për dije. E simbas sevapit të madhë, është edhe dërjegje, ngritja në shkallë të larta në ditën e kiametit. Simbas sevapeve, edhe kontributet të njerëzën këtë dënja, edhe sa vashojnë hajrit të tjerit njerëzën këtë dënja, njerëzët edhe marrën sevape, dhe simbas sevapeve edhe ngritën të Zotin dërejgje. Ngritën dërejgje në ahiret, gjithsesi, por ngritën dërejgje edhe në këtë dënja. Edhe kjo është qartë, vrejet, se cili prej nesh, këtë mund të kuptoj dhe e di besej. Se si madhi Allah Azza wa Jall, pjesë e këtij ajeti, apo e kuptimit të ajetit, se si madhi Allah Azza wa Jall ka ngritur ulemat gjithmonë dhe vazhdon të ngrisë. Shembull, prej kohës e sahabëve radiallahu anhum, të cilët kanë qenë ulemat të umetit, koka e ulemat të umetit. E pastaj, ata që kanë nërë pas tyre, ata që kanë nërë pas tyre, ata që kanë nërë pas tyre, çdo gjenerat ka pas ulemat të mëdhej. Dhe ne ata i njofëm. E u dinë emrat, bitë ku kanë qenë, ku kanë lindur, kur kanë vdekur, dim biografi me folë për ta, gjatë, vepra që kanë shkruar, punën që kanë bërë, shumë sa në dina për ta.
Po mirë, karshi tyne, përballë tyne dhe krahas tyne, a nuk ka pas dhe njerëz të tjerë? Kanë qenë mbretërit, njerëzit më të famshëm të kohës. Se së legjendrata ka pas mbretin e vetë. Dhe njerëz të tjerë shumë të famshëm, se kur këtë zaman që janë. Po pse se nuk e njohëm ne ata? Kush e njeh ata? Kush e njeh? Shumë pak për ty një njifen, edhe ata i njohen disa historiantë, të cilët me mund përkushtohen për ta kuptuar se se ka rrjedhë çështja historike të Azamit, apo politike. Dhe i cek disa mbretër, atë këtu në një njeri të famshëm. Por të në shumë pak që i njohin, ndërsa ulemat i njohin krejt. Krejt me ti nje. Dhe vazhdojnë dhe se ditet ti nje. Dhe jo të mkaq, por vazhdojnë të punoj me shkrimet e tyne, me fjalët e tyne, me zgjurmet e tyne, dhe të lutën për ta. Dhe kjo ka vazhduar dhe vazhdojnë edhe sot. Pra ashe se si Allahu i madhruar, këtë premtim të tina, se Allahu i yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, se Allahu i ngrit shkallë të lartë, ata që kanë besuar dhe ata që kanë dituri, i ngrit shkallë të lartë, a shef se si vërtetohet në praktik. I ngrit shkallë të lartë, qoftë edhe pas vdekjes së tyne. Alimi, po edhe robi devotshëm në përgjithësi, nuk vuan për më ngritë të njerëzit. Sepse ai s'punon për më ngritë të njerëzit, për më ngritë Allah. Andaj, mundet të gjatë jetës së tij, Allahu mos ta ngresë. Përkundrazi mundet ta sprovoj rand. Qysh ka ndodhur shumë herë të kaluara. Ku njerëzit të cilët kanë qenë ulemasa, kanë qenë gjallë, pak kush i kanë njohur. E ka për tyne që shumicën e jetës kanë kaluar në përburgje, po edhe shumë për tyne që kanë vdekur edhe në rini. Ama pas vdekjes së tyne, qoftë pas një kohë, në përmjet në gjurmeve të tyne, qoftë fjalëve të tyne, qoftë shkrimeve të tyne, ata e në bërë të njohur, dhe sa dhe një krejt bota. E sprova pëse ju kanë ndodhur, jenë për më ngritur të i madhi Allah. Dënë Allah më ngrit. Dënë Allah më ngrit. Të bareke vë ta'ala. Sepse dënja e fundja këtë është sprova. Pra Allahu i ngrit ulemat në tokë të njerëzit, i ngrit lartë në qiell të këparia tina, i ngrit në dënja për ata njerëzit më të besueshëm, më të përmendurit, i ngrit në ahiret, e që gjithsesi me emrin Allahut Azza wa Jall, në shkallë të lartë të gjennetit. Pastaj më Buhariu e cek edhe një ajet tjetër që flet për rëndësinë e dijes të surës Taha, wa qur rabbi zidni ilma, ku e urdhëron pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, thuaj Muhammed, o Zot, shto ma dijen. O Zot, shto ma dijen. Wa qur rabbi zidni ilma, o Zot, shto ma dijen. Në koment të këtij ajeti me qilë tefsiret, cilën do? E me këshyrë që kanë thonë ulemat në koment të këtij ajeti gjejmë, se thonë, Allah i madhruar e urdhëroi pejgamberin e tij që ta lësë lartë madhërinë e tij Allahun për mjashtu dijen. Por nuk e luti mjashtu pozitën, mjashtu pasurinë, mjashtu evlad, mjashtu, nuk e luti për gjërat e dynjas. E po të kishte pasë diçka më të rëndësishme në dynja, se sa dija, pas imani gjithmonë, Allah e madhëror dhe të kështë lutë pejgamberin, dhe të kështë kërku për pejgamberit të tij, dhe të kështë urdhëru e porositur, që me lutë mjashtu qatë mirë. Por me qenë se nuk ka diçka më të mirë se sa dija,
E më të rëndësishme se sa dia e ka ardhuruar robën e vetë që ta lësë lartmadhërinë e tij, o Zot shtëmadije. Andaj, kjo tregon për vlerën e madhe që ka dia, dhe se sa lartë e ngritë robën dia. E që, me qëra rasti këta po, se ka jeti, është e preferuar që edhe ne të lusim Allahun e madhëruar. Me në ashtu Zoti dijen. E ke nuk dhe thët pa tjetë me në bo Zoti ulema, po me në ashtu dijen. Me në ashtu dijen e përmes e cilës e njofim Allahun. Dhe kjo është dija kryesore që Allahu porosit robën e tij. Thoje Zot, shtoma dijen. Di cilën dije? Dijen e përgjithësi po. Po dijen e veçanti, dijen rreth lartmadhërisë Allahut. Me njoft Allahun. Emrat Allahut, cilësit Allahut, fjallën Allahut, librin Allahut, me njoft, me kuptu, muradin Allahut, qëfar qëllimi ka Allahut, që ka dënë Allahut me këta jetë, me librin e ti, që ka kërkën për nesh, me njoft Allahut, të barë kjo të ala, njërë që me adhuru Allahun, ala basire, me së qeltësi e ulematin ata të cilët e njofin Allahun më së miri, andaj dhe di në të adhurojnë Allahun më së miri. Pra me lutë Allah me nashtë Zotë i dijen, në Zotë shtë në dijen. Po kjo shtë në dijen nuk vije duke fjetur e duke nejtur që sot popullin kë kërshpinës të nditën. Por vije duke marrë dije. Duke lezuar, duke ndëgjuar, duke preseritur, e të tjerë. Se që është edhe rasti, i këti hadith të cilën cekë Imam Bukhariu. Imam Bukhariu, Allah pas më shëruar, cekë edhe jetë, cekë edhe hadith argumente tjera, të cilat të regojnë për rëndësinë e dijes, për fadeletin e dijes dhe për gradat e larta të dietarëve, e që disa prej tyre do të na vineve në këtë kapitull me emrin Allahut Azza wa Jall, e që të nga të regojnë se se ulemat janë njerëzit më të dashur të Allahut. Janë evlijat më të veçantë të Allahut. A nëpse? Këtë besimtarët janë evlijat Allahut. Këtë besimtarët janë evlijat Allahut. Ne nuk e kemi atë mësimin apo parimin e sufive ekstrem, të cilët evlijaj konsiderojnë ata shihat e vetë dhe vresht e vetë. E këta tjetë qka kënë? Krejt muslimantin e vlijat Allahut, krejt besimtar, kështë të la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, është veli Allahut. Por e vlijat Allahut janë dërejgje. Më të lartet, më të ngrityre në ulemat. Ulemat me ilmë dhe me amel. Janë i vlijat e ti të veçantë. Jenë të shkëmtarë të pejgamberve, të pejgamberë sallallahu alaihi wasallam veçanti, po të pejgamberë në përgjithësi. Janë ata të cilët çojnë emanetin e Allahut në vend. U hapin, u aqelin njerëzve sytë. U tregojnë rrugën tarikul mustaqim. Rrugën që janë drejt Allahut. Kënaqësisë Allahut Azza wa Jall. I mbrojnë, i ruajnë njerëzit prej bidateve, prej kufrit, prej shirkut. O të rekim rejtë njerëzve nga punë të këqia, i nxisin, i inkurajojnë me bë punë të mira, kështu që janë lider të tyre, në punë të hajrit, edhe janë urë lidhëse mes tyre dhe mes Allahut të madhruar të bareke o ta'ala, drejt kënaqësisë së Zotit, drejt xhenetit të Allahut. Por ato hadithe, pra, argumente, cekim Imam Bukhariu në vazhdim, shumë për ty një të gjitha, andaj edhe një nuk cekim, a shumë përshkrim të hadithi, konkret të cilin Imam Bukhariu cekto dhe kthehemi të hadithi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte interesuar, sepse ishte misionar, që shokëve të tij të aspjegoj fenë. Të aspjegoj fenë, Zoti në kishte edhe manet, e shpjegon njerëzve fenë. Dhe këtë bën të në forma të ndryshme,
Herëherë, duke i të buar dhe duke i thonë njerëz, kështu dhe kështu ka thonë Allahu, ose ajtë dënë të të mësën të diqka. Herëherë, e pësin ata dhe këj përgjigjej, herëherë këj pëtë ata, dhe ata thënën Allahu o Rasuluhu a'lam, Allahu dhe pejgamberi ti e din, pas të këj përgjigjej. Pra e mësën të në forma të ndryshme. Ebu Hurajra tregon këto, se çfarë ndodhi në një rast se si pejgamberi alayhi salatu wassalam e përdor një metodë, apo prej metodave që kishte që përdorte ai me mësua sahabët e vet. Dhe Imam Buhariu në atë tregim këtë ngjarje që ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili thot, pra kthehemi tek hadithi, përderisa pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte në një mezhlis. Fi mezhlisin yuhaddith al-qawma, ishte një mezhlis me shok. Yuhaddith, i fliste. Nuk po tregon çka e fliste shokëve të tij. Do një tregim, do një dispozit, i fliste shokëve vet. I këshillonte, i mësonte sahabët radiallahu anhu. Gja'ahu arabiyun, kur erdhi një beduin. Sigur se ne që jemi tani këto, hyn një njeri beduin, banor të shkretëtirës, arab të cilët banonin jashtë Medinës, në për shkretëtirë, quheshin beduin, edhe se dhe këse ditë është e njohur ky term. Ngjajshëm i bjen me termin ton malsor, vjen i malsor, ka marrë për malit një njeri. Kanë zbritë për malit, ku ata kanë kulturë pak më të veçantë. Kanë gjëra më të mira se sa qytetarët poshtë, po kanë edhe gjëra të cilat në neve poshtë nuk na pëlqejnë. Sepse çështja janë ata, çështja e edukuar. Dhe ky beduini, posa erdh, pa pyet, pa marrë leje, pa pritet ta përfundon fjalin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do hyti dhe tha, me ta sa, kur o kiameti, ndërhyu, nuk mor leje, nuk priti ta kryn, e pastaj me vetë, pastaj pyetja me qenë konform temes, se bëre këtë. Imam Buhariu ka për qëllim sjelljen e këtij hadithi me tregue edukatën e nxënësit, se po flet për dije. Çfarë edukatë në pas nxënësi? Po dhe edukatën e mësuesit. Qysh mi përgjigj mësuesi? A me qortumi për ti me thonë olo? Mos na pengo. A me injoru? A me hesht? Qa me bëjë, se me vepru. Kjo është synimi, qëllimi i Buhariut që të cek hadithin këto. Përndryshe, hadithin kuptim ka të bëjë me kiametin atje. Ka të bëjë me shenjat e kiametit, sepse kjo përpyet kur është kiameti, andaj vendi i hadith është me qitë atje të kiameti. Dhe atje ko vendin kjo. Po Imam Buhariu i cek hadithin për disa vende, sepse ai ka një fiqh, e që është njohur Imam Buhariu me fiqhun e tij që nxjerr pe haditheve, në këtë rast edukatën e nxënësit. Qysh do të me qenë nxënësi? Qysh do të me qenë ai karshi mësuesit? Po edhe mësuesi si do të sillet karshi nxënësit. Ky është qëllimi i tij. Pra, ky beduini e pyeti me ta sa kur është kiameti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht e kçyri, ndëgjoj, por nuk o morr me te. Për ata Buhariu që ishte prezent dhe transmetoi hadithin tha, fa madha Rasulullah yuhaddith sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi vazhdoi mi fol njerëzve ata çka pat me vazhdu, nuk o morr me te. Ai kur apo që s'pe përgjigjet, ol, dikun çatje dhe po ndëgjon, por njerëzit janë nisën me zveti me fol, do që atje, po thojnë, a thonë, pse si përgjigj, a nuk e ndëgjoj, nuk i pëlqeu, edhe nuk i pëlqeu, pyetja, sepse ishte pa vend, sepse s'kishte të bëjë me temën. Apo
ndëgjej s'deshti me pëlqyja, po nuk ndëgjej fare, diçka ndodhe këtu. Po flasim me zveti. Pejgamberi kur e kriju, ata që ka pat me thonë, alayhi salatu wassalam, me xhamat, me shokët e vet, atër po pyet, ejnë sailu, ku është ai që pyet? Cili ke? Ai që pyet. Ai tha, ana ja Rasulullah, unë jam o i dërguar i Allahut, ai që pyeta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, atër përgjigjet tash, fa idha dhuyat al-amanatu fantadhir as-sa'a. Kur humbë apo humbet, s'ka dërtyrë të ushtoj, emaneti, besnikëria, fantadhir as-sa'a, për të kiametin, shkort e qartë. Sepse ai pyeti kur kiameti, ja? Që për të kallëzaj, kiameti jo, kur humb emaneti, se ma njër emanetin e vetë, që i është ngarkuar mbi supet e tina, se cilit emaneti që i ngarkohet. Prindi burri përderi sa është martuar e ka emanet gruan. I falë Allahu evlad, i ka emanet evlad. Është atje mësus, i ka emanet nxansat. Është në xhami hoxh, i ka emanet xhamatin. Është atje kryetar komune, i ka emanet krejt qytetarët. Është atje kryetar shteti, i ka emanet krejt popullin. Kur të humbe emaneti, humbe besnikëria, se qënë emanetin e në vendin sa unë të dikush një detyrë të ngarkon me diçka emanet, të besoj dikush diçka emanet, qoftë individ, qoftë shoqëri. Ta la individin një send, një punë me kry, e ki emanet. Ta besoj shoqëria një detyrë, e ki emanet. Kry emanetin. Kur vije koha, që ke emanet nuk të aman kush mo, s'ka kush mo. Veç me emen, s'ka kush të qenë emanetin vend, fën të dhërisa për të kiametin. Ky i bekuar, radiallahu anhu, nuk është cekur emni i këti beduini, nuk është bëri ditë, shësat Ibn Hajeri. Kë nuk e kuptan. Andaj vazhdan me pytë, kejfe datoha, qysh humbe emaneti, ja Rasulullah. Emanet besnikëri, dikur beson të kuj diqka. Qysh humbe. Pra se kuptej këj bekuar, apo kuptej diqka për përlyp me qaru më mirë, ka mundësi edhe kjo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ja shërej dhe tha, idha wassida al-amru ila gajri ahlihi fantadhir as-sa'a. Kur t'i ngarkohet, kur punët t'ju besohen, atyre që nuk janë kompetent, fantadhir as-sa'a, për të kiamit. Tash kjo pjesë e hadithit e shëranat e tjetërën, qka dhe me thonë me humbë besnikëria. Kur qështjet, punët, detyrat, i ngarkohen dikujt që s'ka haber me to. E pse ngarkohen njëri detyrë që s'ka haber, e kam jaran. E tjetërë pse, sepse më tha filani e s'mujtë e mja këthy. Pa tjetërë pse, se kam interes për tina. Dhe me thonë punë e manet interes personal. Interes personal. Pasojat që vinë nga dishmeria ti, mës aftësia ti, pasojat që vinë, pa njëri gjahila, pa i sensden. Qysh jep njeriut një përgjithësi, kërsa i nuk din, nuk është i din. Qysh jep? Që kjo nuk është sot prezent. A shef se çfarë argumenti i qartë është, që ai bekuar sallallahu alaihi wasallam vërtet është Rasulullah. E ka përshkruar gjendjen e sotit tamam se kurse të ishte në mesin tonë. Idha wussida al-amru ila gajri ahlihi fantadhir as-sa'a, kur t'ju vëhen, kur t'ju ipen
përgjegjësi, kompetenca atyre që nuk din, nuk janë kompetentë për ta kryer një punë, fantadhirisa për të kiamit. A shofëm sot se si njerëzit marrin përgjegjësi. Nëse gjen një në krejt institucionit cili ka 10, 15, 50, 500 përgjegjësa. Një, nëse gjen që është meritor, njerëzit thënë, filani, tamam. Po dhe qaj tjertë, jo bile qaj është. Po se atë shumë ka humbur besnikëria, sa që me gjetë një jetë mirë dikon, njerëzit vazhdojnë të përmendë. Dhe kjo është të gjitha nivellet, të gjitha segmentet, pa asë një përjashtim. Nëse sa është ashtu, mund të thënë që nuk është, pa mund të thënë dikush që ka qëllu, po mje keq, por ja kom qëllu, se që shtu është. Krejt, madje dhe çështjet e fesë, nuk përjashtohen. Nuk përjashtohen. Se lemrën çështjet politike, çështjet e pozitave të ndryshme. Krejt njerëzit, përpas atyre që i ka mëshiru Allahu, krejt. Fillo pe qeverive, qendrore, aty në lokale, shka të policia, shka të kushtria, shka të... Ku dush ka dushka? Ku dushka? Ata që ngriten, aty në që besojnë përgjithësi, ata që vëhen në përpozita kyqe, në për drejtorie, segmentet të ndryshme, a jenë me të meritorët? Këshëri. Edhe vjen koha, thët, nuk ka problem që s'din ti, pas kam haberën, mësohesh bre, mësohesh. Po dhe, kur të bësh rëmuj këtë një herë, të namë të prish, mësohet, dhe të përprish në rëbër rëmuj, se s'pat të mirë me pru kërkan, s'ka, jenë dhe këmi letë. Jo pat, po të emanetin e tralton nuk e qënë vend, se ki dërt heqë. Dhe kjo është shaj kiametit, që kiametit është afer. A sheftë se vinë shajt e kiametit, edhe janë në inën ta. Lidhe me këtë, apo njajshë me këtë, ka ardhe hadithi tjetër e Buharerës, por jo në Bukhari, a mu e vërtetan këte, që të cek Ahmedi ibn Majah të tjirë, e banë Allah e pasë shëruar, e banë sahih, edhe të kri ibn Majah dhe në silsile sahiha. Ka thona i bekuar alayhi salatu wassalam, qable saate sinnune khadda'a, para se të bëhet kiameti, vinë vite mashtruse ka quajtur. Mashtruse. Ju këdhëbu fiha sadiq, u ju saddeku fiha l'kadhib. I besohet gënjeshtarit, rënës i besohet. Për gënjeshtrohet i sinqert. U ju khawanu fiha l'amin, u ju temenu fiha l'khain. Ju khawanu fiha l'amin, besnikit nuk e zihet besë. Besnikit nuk e zihet besë. I thua të përmashtran, të përtraton, të përgënjen. Dërsa i cili e thënë manetin, ati në zihet besë. Thënë, te e i mirë. Krejt, kondërtë. Ju temenu fiha l'khain, u jëntiku fiha arruvej bida. Dhe njerëzit në emën shoqëris, ata që flasin, janë njerëz të cekt. Ata që kanë ndorë, ata që udhëheqin, ata që marrin ndihme, janë njerëzit më të cekt. Cekt, krahasime të tjerë. Por, kështu qenë ka para kiametit, qable sa, para kiametit, sinune khada, vite mashtruse, pra zaman i lig, në pjallorin tonë. Zaman i lig. Zaman i lig. Ku me kanë me full të vërtetën, dije që nuk të besoj kush, i rëndë. Me bo me rajt, tanë të besoj. Me qenë besnik, njerëzit prap nuk të besoj. Pas me qenë besnik, të ngrisin qijel.
kështu dynjaja, në fund dynjas, edhe na jena në fund të dynjas. Se do që tjetë, Imam Bukhariu, në këtë hadith që shësan pak më lartë, do me të regu për edukatën e nxënësit dhe të mësuesit. Këtu, nxënësit, kë hyri mranë, kë erdhi në mejlis, erdhi në mejlis, në klypi leje, ndërhyti, i pëngaj njerëzit, sepse nuk është kultura jemi ndërprej mësuesin, duke folë në nxënësave, gjematit, aty që din të marrë dije të ngu, nuk është edukat e kulturë me ndërhy, por kulturë është me prit derisa ta kryjnë. E pastaj me pyet nëse ke diçka. Pastaj pyetja me qenë konform temës. Po nëse nuk ka kërkosh me pyet konform temës, pasi shpërndahen njerëzit, apo nëse jepet hapësirë me pyet diçka tjetër, thua bën një pyetje, ama jo rreth temës, jashtë temës. Pa nuk e bëni këtë. Andaj po do me të regu që kështu duhet ketë edukat në nxënësi. Ndërsa mësuesi është mësë pejgamberi këtë rast, sallallahu alaihi wasallam, që është mësuesi më i mirë, edukatori më i mirë, pa dyshim. Ai i bekuar nuk e qërtoj atë, sepse e zdin, që me të qërtue. Nuk e qërtoj, po edhe nuk e ndërpreju mësimin për një përgjigje atina, sepse humb efekti, jetë gjys humb. Kur të ndajsh një sen dy pjesë dhe fu diçka të dy pjesë, kjo e para ka mësi nuk lidh me këtë mramen, dhe tani çka bane, folën një sahat njerëzve për gjysore dhe nuk dalëm rezultat që të synon. Andaj veç e injoroj atë dhe nuk u murr me te. Sa që njerëzit thanë, a thua ndëgjoja, nuk e ndëgjoja, nuk e pëlqeu, apse si përgjigj, por kur e kreu, e thirrë dhe tha, cili ke qaj? Thonë, ja Resulallah. Dhe ju përgjigj, në mënyrë që, ne nuk diti, por mi përgjigj, sepse ai po do me vetë diçka, po do më mësu. Ai deshte mësu diçka. Andaj përgjigju njeriut. Përgjigju njeriut, dhe mësa jepja përgjigjen atë që e kërkoj njeriu. Po ashtu pe hadithit mirët, se pe mënyrave që mësohet din është duke pyetur, ai pyet diçka që nuk e din, ndërsa mësuesi hoxha i përgjigjet rreth asajna që ai ka pyetur, dhe kështu njerëzit marrin dije dhe ngritën te madhi Allah azza wa jall. Allahu e din më së miri, wallahu alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري